Hoxha kam mbyt një mac pa dashje para shumë vitesh. Shpesh më kujtohet, kam frikë për këtë të Allahu. Alhamdulillah që je besimtar ose besimtare që e ke frikën Allahut. Pastaj ke mëshirë edhe për macën. Pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka treguar se një grua ka hyrë në xhehenem për shkak të një mace. E ka mbyll, as i ka dhënë me hangër, as nuk e ka lëshu, me lyp ajo vetë riskun e vet. E ka mbyll, ka qenë muslimane parimisht. Pra, të kujdesemi për kafshët, është obligim fetar, të kemi një zemër të mëshirshme, është pjesë e imanit. Por Allahu i lartësuar i ka vendosur rregullat për çdo send. Edhe në rastin tënd, nëse ndodh që njeriu pa dashje ka mbyt një kafshë ose një insekt ose një shpenzë, nuk ka problem. Nuk ka problem. Allahu e din jetën. Allahu e di të mësheftën të brendshme në robit vet. Andaj absolut mos e baj gale. Elhamdulillah.